Edhe sot ja ku jemi me horoskopin nesër. Këtu është horoskopi për ju nga shtunë 19 prill 2025. Dashi. Sot energjia dhe vendosmëria për t'u përdorur në fushën familjare dhe sociale. Nëse ka diçka për të diskutuar në dashuri ose për të provuar një qasje, bëjeni tani. Demi. Transformimet do të përcaktohen, nëse jo vullnetare, nga fati. Kjo është arsyeja pse duhet të përqendroheni në gjërat e duhura. Dukesh shumë e mërzitur, kujdesesh pak më shumë për palestrën tënde. Binjakët. Ju jeni në një situatë disi të brisht dhe të paktën për disa ditë të tjera jeta juaj e dashurisë duhet të mbrohet. Ju duhet të kontrolloni me kujdes çdo llogari të pasgjidhur dhe çështje ligjore. Gaforja. Kujdes në njohjet e reja, jo të gjithë janë të sinqert me ju. Riparimi i përgjithshëm i gjithçkaje. Luani. Mundohuni të qëndroni të qetë, presionet nga jashtë janë të shumta. Në raste të jashtëzakonshme mund të debatoni me familjen tuaj ose me njerëz që nuk e meritojnë vëmendjen tuaj, ju dukeni të pakënaqur. Virgjëresha. Ju duhet të përpiqeni të gjeni besimin në veten tuaj. Në dashuri i cili është i zemëruar me partnerin mund të paraqes faturën ose përndryshe të kërkojë sqarime. Peshorja. Kjo është një ditë disi e lodhshme, me sot dhe nesër polemika apo vështirësi në lëvizje. Ju nuk duhet të humbni kohë duke menduar për gabimet që keni bërë ose duke pritur që personi që doni të kërkojë falje. Akrepi. Duhet të luftosh lodhjen e ditëve të fundit, problemi është se gjithmonë përballesh me gjithçka. Së shpejti do të ketë lajme dhe edhe pajtim nëse ka pasur probleme, por kjo varet mbi të gjitha nga ju. Shigjetari. Nëse një person nuk ju shikon, ju dashuroheni, nëse një person varet nga buzët tuaja, ju refuzoni atë. Është e nevojshme të kuptoni nëse dashuria që ndjeni tani është e vërtet apo e kushtëzuar nga krenaria. Britqapi. Do të dëshironi të bëni diçka tjetër apo nuk duhet të futeni në çdo që mendon ndryshe. Mbroni këndvështrimin tuaj, dikush ju kundërshton. Ujori. Tensionet, emocionet, situatat që krijohen sot janë shumë të rëndësishme, një ditë si protagoniste. Ju shqetësoheni për disa çështje familjare, për një njeri që nuk ka qenë mirë. Lajme të mira nga industria ligjore. Peshqit. Ju mund të gjeni forcë të madhe dhe dëshirë për të qenë mes të tjerëve. Risi në dashuri, mund t'i jepni hapësirë pasionit tuaj, mund të rinovoni një marrëdhënie ose të kërkoni diçka të re. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.